forme. Mirë, po diçka që po më pengon kolegët është se qysh këta kryetarët komunave, që 26 vite në liri dhe që gati 18 vjetë në pavarësi, akoma jena të jo marrë me çështjet bazike për të komunave, akoma po merremi me ndryshim, akoma po merremi me rrugë, akoma po merremi me kanalizime. Hala nuk kena gjetë një qytet inovator, sikur që ka fillu për shembull në Ferizaj me Donen Kalime, diçka interesante që morë vesh këtë Kosova. Domethënë na kena qytete në Kosovë që s'kan semafora, kena qytete në Kosovë që s'kan asnjë lloj reforme infrastrukturore që mi të hekbre dikon për me shku muar këtu, mu zbavit, me pas teatr, me pas kinema, sot shumë qytete s'kan pothuajse i kanë kinema vetëm si objekte, janë inekzistente në veprimtaritë e tyre. Domethënë çka kërkojmë na pe këtyre kryetarët komunave, po kërkojmë ujë, rrymë, ndryshim, kanalizim. Hala me këtu nevoja bazike që Evropa dhe bota e kanë kalu që një shejku. Në akoma kena metë që të kërkesa dhe nuk kena kërkesa eksplicite për një ndryshim pak ma rënjësor. Po probleme. Po që së t'i kalu, asë mi vjen të këtyre njerë që si kanë t'i kalu akoma këto probleme? Nuk kanë ide, vetëm shablon blanko prej